Mirë se erdhe sërish në kanalin tim, sot du ju flas për ovulacionin. Çfarë ndodh në trupin ton kur jemi gjatë fazës të ovulacionit? Në rast të parë, ovulacioni është faza në ciklin tuaj menstrual kur një vezë e pjekur lirohet nga një vezore, duke krijuar bazën për fekondimin. Çdo grua lind me miliona vezë të papjekura që presin të lirohen normalisht një nga një çdo muaj. Gjatë ovulacionit, veza udhëton poshtë tubit fallopian ku mund të takohet me një spermatozo dhe të bëhet e fekonduar. Për shumicën e grave të shëndetshme, ovulacioni zakonisht ndodh një herë në muaj, disa javë pasi fillon menstruacioni. Si ndjehet ovulacioni? Mund të ndryshojë nga një grua në tjetrën, por ka disa simptoma të zakonshme të ovulacionit që mund t'i ndjeni. Para dhe gjatë ovulacionit, ndërrimet hormonale mund të ndikojnë në të gjithë trupin, duke nxitur simptomat të ovulacionit. Këto mund të jenë një mënyrë të fuqishme për ta ditur që trupi juaj së shpejti do lëshojë vezën. Shumë gra do të përjetojnë ato simptomat të ovulacionit deri në 5 ditë para, edhe një ditë mbasi është lëshuar veza. Në rast të parë, një mënyrë për ta kuptuar që jeni gjatë ovulacionit, do të thënë që jeni në fazën pjellore, është të kuptosh ndryshimet e mukosit të qafës së mitrës. Tani do ju tregoj një fotografi dhe do e kuptoni për çfarë e kam fjalën. Në qoftë se je femër, në qoftë se je e rritur, besoj që e ke parasysh se për çfarë flas. Për ta kuptuar si ta shpreh më mirë këtë gjë. Për ta kuptuar në qoftë se je në fazën pjellore, mjafton të fuzësh një gisht të pastër në vagjinën tënde dhe në qoftë se ai sekrecion ngjit në gisht është si e bardha vezës, në qoftë se është e ngjitshme, atëherë do të thotë që ti je në fazën pjellore dhe në qoftë se ti do të ngelesh shtatzane, ajo është periudha perfekte për të pasur marrëdhënie seksuale. Në qoftë se ti nuk do të ngelesh shtatzane, duhet të evitosh të kesh marrëdhënie atë kohë. Një mënyrë tjetër për të kuptuar që je në fazën pjellore gjatë ovulacionit është dhimbja e barkut. Është një dhimbje e veçantë që gjermanisht ka përshkruhet me fjalën Mittelschmerz. Dhe besoj do të thotë që është dhimbja në mes të barkut. Por zakonisht nuk është në mes të barkut, është më poshtë dhe është vetëm në një anë ndonjëherë dhe do të thotë që veza është lëshuar nga ajo vezore. Një mënyrë tjetër për të kuptuar që jeni gjatë ovulacionit është ndryshimet e lipidos, ndryshimet e dëshirës seksuale që keni. Zakonisht, në qoftë se njihni trupin tuaj, në qoftë se jeni në sintoni në trupin tuaj, do e keni kuptuar tani që vjen një javë besoj, është një javë në muaj, mbasi që keni kaluar menstruacionet, që dëshira juaj seksuale rritet. Keni më shumë dëshirë. Ajo do thotë që ju jeni në fazën pjellore. Është një mënyrë e trupit tuaj për të dhënë një sinjal që jeni gati për të fekonduar. Një mënyrë tjetër për të kuptuar, por jo të gjithë femrat e kanë këtë gjë, është dhimbja e gjoksit. Disa femra kanë dhimbje gjoksi ato ditë, por siç e thash, jo të gjitha e kanë. Ndaj, mënyra më e mirë për të kuptuar që jeni gjatë ovulacionit, që duhet të keni gjithmonë parasysh, është ndryshimet e lipidos, do të thënë ndryshimet e dëshirës seksuale në rast të parë, por gjëra më e rëndësishme është ndryshimet e mukosit. Edhe do a tregoj prapë atë fotografinë, edhe pse nuk është një nga fotografitë më të mira që gjeta në internet, por besoj që do e kuptoni. Në qoftë se
ato ditë aty poshtë duket kështu si që është kjo fotografia, atëherë jeni gati për të fekunduar. Faleminderit që shikuat për këtë video. Në qoftë se keni mundësi ose në qoftë se keni ndonjë pyetje, ju lutem më shkruani. Dhe dëgjohemi së shpejti.